Zonja Hollaj, nëse nuk gaboj, po shefja e stafit e përgënjeshtroi, nga ana tjetër Mandxuka, si zëdhënësi i qeverisë, e konfirmon edhe njerë, thot EA i ke 33 nënshkrime. Po mendoj që oferta e lëvizjes vetëvendosje veç se ka plotësuat kushtin ligjor të parapar për një garë, unë e vlerësoj vërtet pozitivisht këtë ofertë të lëvizjes vetëvendosje. Nuk e kuptova... A është e sinqert kjo ofertë ndaj zonës Osmani? Po, për aq sa mund t'i ofrohet një ofertë prej 33 nënshkrimeve, mendoj që është mjaftueshëm e sinqertash. Ajo nuk do me thonë që zonja Osmani do ta ketë edhe përkrahjen sigurisht e atyre 33 deputetëve, ajo pastaj çështje tjetër, por se kjo është një mundësi që zonja Osmani të jetë në garë, dhe kjo në farë mënyrë mundet edhe me i herë disa zërat të opozitës, posaçërisht lidhjes demokratike, të cilët ankoheshin se nuk kanë numrat mjaftueshëm për ta nominuar dikant, dhe tash e kanë mundësinë. Kështu që unë pres që vërtet zonja Osmani t'i merr ato nënshkrime dhe të Po e zonja po thotë është gënjeshtër. Plotësisht e pakuptueshme, unë nuk e kuptova fare si mund të dikush, sepse kjo është çështje që faktohen, janë evidencat, nuk e kuptova, po duket që zonja Osmani është pak e hatruar, nëse mund të them kështu. Është papritjet e saj kanë qenë tjera, dhe nominimi i zotit Konjufca, që është njeri i dytë i vetëvendosjes, është një njeri që ka një përkrahje të madhe popullore në farë mënyre, duket që i ka fundosur shpresat e saj, se ajo do të përkrahet pastaj edhe në votim. Pas ka një kundër reagim